Këngëtari Ermal Meta reagon ndaj protestave. Revolucioni i flamingove më ka bërë të reflektoj shumë. Këngëtari me origjinë shqiptare Ermal Meta ka dhënë një mesazh të fortë mbështetje për mbrojtjen e mjedisit dhe tokës gjatë një prej koncerteve të tij të fundit në Itali. Përpara se të prezantonte këngën e tij më të re me titull "Ne nuk jemi asgjë", Meta ju drejtua publikut me fjalët prekse duke marrë si shembull revolucionin e flamingove. Meta theksoi se reagimi i fermerëve dhe njerëzve të thjeshtë shqiptar përballë interesave të mëdha industriale dhe pushteteve korporative është një leksion i madh dinjiteti. Ai bëri gjithashtu një paralele mes qendresës mjedisore në Shqipëri dhe betejave të ngjashme që po zhvillohen në jug të Italisë si në Puglia dhe Sardenjë, ku komunitetet vendase po luftojnë për mbrojtjen e Bregdetit dhe territorit nga tjetërsimi. Është një këngë që flet për njerëzit që e kuptojnë se ne nuk jemi asgjë, por që ndoshta kemi ende një gjë të vogël, fuqinë për t'u ngritur në këmbë kundër atyre që duan të na uzurpojnë tokën tonë. Më ka bërë të mendoj shumë, të reflektoj shumë, revolucioni i flamingove që po ndodh ende në Shqipëri, fermer të vegjël, njerëz të thjeshtë që në të vërtetë bëhen të mëdhenj për të përballur kundër fuqive, kundër pushteteve të pamendueshme, por po ndodh edhe këtu në Puglia, po ndodh në Ostuni, po ndodh edhe në Sardenjë. Sidoqoftë, kjo është një këngë që do të thotë, ne jemi këtu dhe kjo tokë, për sa kohë që jemi këtu është e jona dhe nuk shitet dhe as nuk mund të blihet, është shprehur këngëtari.